Mirëmbrëma, Dibra e madhe, të nderuar lider të Vlenit, i nderuar afrim shumë i dashur dhe shumë i respektuar kryetar i ardhshëm Fisnik Mela, më lejoni që përshëndes me kënaqësi të gjithë dibranët që kanë ardhur këtu për të dhënë një mbështetje kaq të fuqishme dhe besoj se edhe Mërgata e Dibrës që është larg, me zemër është këtu dhe të mbështet me shpirt e me zemër shumë fuqishëm nga Amerika, nga Evropa dhe nga do që është. Të nderuar të pranishëm, unë e kam thënë edhe më një prononcim timin se i kemi kandidatët më të mirë të mundshëm që i ka shqiptaria dhe qytetaria. Po e kam apostrofu se Fisniku është më i miri në mesin e të mirëve. Andaj jam shumë i bindur se ka mbështetjen e gjithë dibranëve dhe do të fitoj që në raundin e parë. Ndërsa ati që mbram u krekos si një gjell që hipën bimbeturina ashtu si që kanë lënë gjithë vendbanimet shqiptare në deponit e egra, tha unë nuk mirëm me kanalizime dhe me asfalt, unë mirëm me marrëveshje ndërkombëtare. Ti ke bë vetëm vjedhje ndërkombëtare dhe ju jeni vetëm në listat e zeza ndërkombëtare. Asgjë s'keni bë marrëveshje ndërkombëtare përveç se me Vučićin dhe për Open Ballkanin. Unë nuk di se keni bë ndonjë marrëveshje tjetër. Për 22 vite na rrejtet se po na çoni në Evropë dhe Maqedoninë më në fund ja servuat planin e Open Ballkanit. Ju jeni këta, po nuk do të merrem shumë sonte me ju, se duhet të mbri edhe në ditubime tjera. Por duat ju them, kjo fushat që po bëjnë ata janë turpi i politikës dhe i përfaqësimit politik. Prandaj, Ali, është koha të shkojsh në penzion. Gjithë këto shqiptarë që hikën, janë pasoj e këtine prallave dhe folklorit që ti thunë s'merëm me kanalizime, me infrastruktur, me asfalte, po merëm me punë madhore. Dhe realisht, asgjë madhore s'bane përveç se vjedhjet kapitale që i bane madhore duke marrë kredi nga Alta Banka e Serbis, duke shit akcione nga Stopanska Banka e Mjalkovit dhe duke ju nda miliona dhe tendera familjarëve tu. Ndërsa, në Dibrën e Eles Jusufit, e latë pa infrastruktur, e latë në deponit e egra, e latë pa shkolla, e latë pa qerdhe, e latë pa shërbime, e latë pa ujë të pishëm, e latë pa kanalizime. Dhe si rezultat i këtij njohërimi dhe i këtij dështimi të politikës tuaj, edhe në komunë, edhe në qendër, ikën nga këtu 70% e shqiptarëve dhe 80% e rinisë është jashtë. Kjo është rezultati juaj. Ju frigojeni të ballafaqoni me të vërtetën, prandaj s'mund të flitni për ofertë të komunës. Nuk mund të dilni dhe të premtoni se çka do bani, se 22 vite nuk ofrut dhe nuk bëhet asgjë. Po ne jemi këtu për të prezantuar personalitetin, figurën më të mirë që e ka Dibra dhe për t'i dhënë gjithë mbështetjen. Si Vlen, si shefi shtabit, si Lëvizja Besa, si Lëvizja Demokratike, si Aleanca për Shqiptarët, si Alternativa dhe gjithë qeveria që ndrojmë bas Fisnikut, të cilin do e mbështesëm fort Dibrën për të shëndruar në një komunë të zhvilluar me miliona projekte që do të mbështeten nga qeveria. Unë jam shumë optimist se Fisniku do të kthej shpresën e rinis dhe qytetarëve të Dibrës. Ju falenderit shumë, ju përshëndes edhe në emër të kryetarit që sonde ka ditë tubime, kish dëshirë të marrë pjesë këtu në tubimin e Fisnikut, por kështu janë këto fushatat, kërkoj falje shumë, po ne, ashtu si thash, qëndrojmë fort mbas Dibrës
mbas fisnikut, mbas afrimit dhe mbas gjithë dibranëve. Ju falenderit.